Rruga Qazim Llazani vijon të përballet me problematika në infrastrukturë. Dëmtimi i asfaltit, mos funksionimi si duhet i kanalizimeve për kullimin e ujërave të bardha, janë ndër çështjet kryesore që vijnë re në terren duke kthyer një shqetësim të vazhdueshëm për banorët e zonës. Sipas banorëve, situata është përkeqësuar ndër vite pasi edhe ndërhyrjet që janë bërë nuk kanë qenë cilësore. Banorët shprehen jashtë se sa herë ka rreshë shiu rruga dhe hyrjet e pallateve mbushen me ujë duke vështirësuar lëvizjen kryesisht të këmbësorëve. Përgjatë gjithë gjatësisë së kësaj rruge ka dëmtime të shtresave të asfaltit ku krijohen edhe pellgjet me ujë. Kur bie shi, uji grumbullohet para pallateve dhe të moshuarit e fëmijët e kanë të vështirë të kalojnë, theksojnë banorët. Përveç dëmtimit të asfaltit, problem mbetet edhe mungesa e trotuarëve apo dëmtimit tyre aty ku ka. Situata krijon jo vetëm probleme në lëvizje, por edhe rrezik për sigurinë e qytetarëve. Ata kërkojnë që të ndërhyet sa më parë nga institucionet përgjegjëse për rehabilitimin e plotë rrugës në mënyrë që problematikët të mos përsëriten sa herë që ka rreshje. Kjo rrugë është pjesë e lagjes Garuc, një prej më të vjetrave të qytetit, ku jeton një numër i konsiderueshëm qytetarësh dhe shërben si lidhse edhe me rrugët kryesore, ndaj dhe ndërhyrja është e domosdoshme.